Ndërsa Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja jep flamurin e lavdit. Ja jep flamurin e lavdit. Kur njerëzit, tha pejgamberi asem në hadithin që vjen për Ibn Abbasit, për Ibn Omerit, ata transmeton Imam Buhariu, tha vin njerëzit në ditën e gjykimit duke esur në gjunjë. Shkojnë çdo njëri tek pejgamberi i popullit e tij dhe i thojnë: "O pejgamberi jon, këshirbën ndërmjetësoj tek Allahu, se jemi në ciklet dhe në hall të madh ditën e gjykimit. Këshirbën ndërmjetësoj tek Allahu, let ja nis dita, let ja nis gjykimi më shpejt." Tha pejgamberi: "Shkojnë çdo njeri tek pejgamberi i popullit të tij, ngjoj duke hes me tuba njerëzish, ndërsa tha nuk pranon me ndërmjetësu kërkush, derisa i vjen randi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e kur ti vjen randi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atë ditë ipet lavdi, atë ditë ipet flamuri i nderit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fillon pejgamberi me bë shefat ndërmjetësim tek Allahu azza wa Jall." Edhe kështu e ka komentu këtë hadith, e ka komentu Ibn Abbasi edhe shumica e dietarëve të Ibn Battali.